Disa metoda për të parandaluar infeksionet urinare. Infeksioni i traktit urinar është një nga llojet më të zakonshme të infeksioneve që ndodh në sistemin tuaj urinar. Ai mund të prek çdo pjesë të këtij sistemi. Bakteret, sidomos E. coli, janë shkaku më i zakonshëm i infeksionit të traktit urinar. Simptomat më të shpeshta përfshin nevojën për të urinuar shpesh, dhimbje gjatë urinimit dhe dhimbje në anën e trupit ose në pjesën e poshtme të shpinës. Për shumicën e rasteve, infeksionet trajtohen me antibiotik. A mund të parandaloni infeksionin e traktit urinar? Po, ka disa ndryshime në stilin e jetesës që mund t'ju ndihmojnë të parandaloni këto infeksione. Praktikoni higjenë të mirë. Higjiena e mirë është një nga mënyrat më të mira për të shmangur infeksionet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat që kanë vaginë, sepse uretra është më e shkurtër dhe bakteret E. coli mund të kalojnë më lehtë nga rektumi në tru. Gjithmonë fshihuni nga përpara në prapa pas një daljeje në banjë për të parandaluar këtë. Gjatë ciklit menstrual është e rëndësishme të ndryshoni rregullisht produktet e menstruacioneve, si pecetat dhe tamponet. Gjithashtu, evitoni përdorimin e deodoranteve apo produkteve të tjera në zonën intime. Pini shumë lëngje. Konsumimi i shtuar i lëngjeve, veçanërisht ujit, ndihmon në shpëlarjen e baktereve nga sistemi urinar. Specialistët rekomandojnë të pini 6 deri në 8 gota ujë çdo ditë. Ndryshoni zakonet e urinimit. Urinimi i shpesh ndihmon në largimin e baktereve nga trupi. Urina është një produkt i mbeturinave dhe çdo herë që zbrazni fshikëzën, ju ndihmoni që këto mbeturina të largohen. Urinoni shpesh për të ulur rrezikun e infeksioneve, veçanërisht nëse ju shfaqen shpesh. Gjithashtu, është mirë të urinoni para dhe pas marrëdhënies intime, sepse marrëdhëniet mund të fusin bakteret në uretrë dhe urinimi i ndihmon ato të largohen. Nëse nuk mund të urinoni menjëherë, pastroni zonën intime me ujë të ngrohtë. Ndryshoni metodat për parandalimin e shtatëzënisë. Nëse përdorni diafragmën si metodë kontraceptive, rreziku për të pasur infeksion mund të jetë më i lartë. Flisni me mjekun për metoda të tjera kontraceptive. Përdorni lubrifikant me bazë uji gjatë marrëdhënies seksuale. Nëse përdorni lubrifikant gjatë marrëdhënieve, sigurohuni që të jetë me bazë uji. Për më tepër, evitoni spermocidet nëse keni infeksione të shpeshta urinare. Ndryshoni veshjet. Veshjet e ngushta krijojnë një ambient të lagësht që favorizon rritjen e baktereve. Provojeni të vishni rroba më të lirshme dhe të bëra nga pambuku, veçanërisht në pjesën intime, për të parandaluar grumbullimin e lagështirës rreth uretrës. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.